Përshëndetje të dashur miq, për të gjithë ato që më kanë shkruar që doli buka o eli nga tenxherja apo jo. Buka na doli dhe doli me sukses, edhe se në fillim na zhgënjeu pak, po kështu është kur do të bësh shumë gatime, shumë e përlum i thon asaj, edhe me një ditë i bëra të gjitha dhe kështu që harrova të luaja tenxherën me vaj. Megjithatë buka doli shumë e mirë, e preva. Ky është mielli, këtu kam përdorur miell saraceno i kror, miell misri edhe krip. 500 gram miell i kror, 200 gram miell misri. Maja bire të thatë, një zarf e përzi mirë. Unë këtu gati kam përdorur ja 750 ml ujë, megjithatë shikoni dhe me sy, konsistenca duhet të jetë e ujshme, jo shumë e ngurtë, sepse është edhe mielli i misrit dhe ka nevojë për ujë. Një filxhan kafe me vaj ulliri, përzi mirë, një lug me krip rafsh, lugën se që pat lug gjelle rafsh, luajm një tas me vaj dhe hedhim brumin, shtojmë pak ujë, e shikojmë siç e thash me sy. Ndërkohë, brumin e lash gati ja 4 orë. Ndërkohë tenxherën e nxefa me 250 gradë, kjo është tenxhera e gizës. Çfarë gabimi bëra unë këtu? Nuk e lyeva me vaj, harrova dhe hodha direkt brumin dhe kjo u ngjit pak, por megjithatë ja dolëm. E poqa për 30 minuta me 250 gradë me kapak të mbuluar, i hoqa kapakun dhe vazhdova pjekjen gati 190 gradë për 20 minuta të tjera dhe ky është rezultati. Siç e patë edhe ju në video, kemi qeshur edhe një çik që u ngjit buka në tenxhere, sepse nuk e lyeva me vaj. Ta lyj me vaj dhe ta spërkasim pak me miell, më falni po merret goja me lodhur, e thash po e ndaj të recet me ju masi ju duhet, se do thoni ju kjo është bukë shumë e mirë, e shëndetshme. Këto janë provat që bëm, është pa glutine, edhe unë këtu përdor gjithmonë edhe radhën e parë, e bëra me përzierje, nuk e kisha postuar recetën, thash po ja postoj, pse do thoni ju, bleva bukë të gatshme, kushton sa qimet e kokës dhe më doli e mykure, kështu që thash e përgatis vet, e mblodha nga 2 feta në për letër kështu transparente, futa në një tas dhe direkt në ngrirje, kur na duhet nxjerrim nga 2 feta, 4 feta sa të na duhet dhe i kemi gati. Edhe nuk kushton, por e di dhe se çfarë han. Kjo është, domethënë tani do të tregoj, kjo është buka e blerë dhe na doli gjysma e mykure dhe se kushtonte shumë. Shpresoj që të pëlqejë receta, ju uroj gjithë mira dhe mirupafshim.